Një brez britanik është të rinj që u përjashtua nga referendumi i vitit 2016 për shkak të moshës së tyre, tani besojnë se Brexit ka dështuar, me shumicën që kërkon një votim të ri për të u ribashkuar me Bashkimin Evropian, tregojnë sondazhet. Britanikët e gjeneratës Z shfaqen pa kënaqësi të thellë me largimin e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian, sipas një sondazhi me të rinj të moshës 18 deri 28 vjeç të kryer nga organizata Think Tank More in Common. Të dhënat tregojnë se 60% e këtij grupi do të votonin për të ribashkuar me bllokun nëse do t'u jepej mundësia, krahasuar me 9% që do të votonin për të qëndruar jashtë. Kur filtrohen rezultatet për të përqendruar vetëm tek ata që mund të hedhin votën në një referendum të dytë hipotetik, diferenca bëhet e thellë, me kampin pro Bashkimit Evropian që dëshiron të qëndrojë ose ribashkohet me Bashkimin Evropian duke marrë 81% të votave kundrejt vetëm 19% për qëndrimin jashtë. Studimi i cili anketoi 440 të rinj në të gjithë Britaninë tregon se 50% e britanikëve të gjeneratës Z e kategorizojnë Brexit si një dështim. Në të kundërt, vetëm 16% e shohin projektin si një sukses, ndërsa 34% mbeten të pavendosur. Ndërsa ekziston një konsensus se gjendja aktuale nuk po funksionon, të rinjt britanikë janë të ndarë nëse projekti kishte të meta konceptuale apo ishte shkatëruar nga klasa politike. Rreth 37% besojnë se Brexit mund të kishte funksionuar mirë, por u shkatërrua nga politikanët që e trajtuan keq, ndërsa 29% argumentojnë se projekti nuk do të funksiononte kurrë nga fillimi. Vetëm 11% pohojnë se Brexit ka funksionuar mirë deri më tani dhe 23% nuk shprehen asnjë mendim.